Hadithi 920. Hadithi që është veç sa Imam Muslimit. Thot Ebul Bakhtariu et-Taiu, unë nisë me shku në numre, edhe kur ardhën të vendi që quhet Batnu Nakhla. Tham të shohim hanën e re. Kur u nalëm natën me pa hanën e re, dikush për neve i tha, kjo hanë e re që pas ka dalë i pas ka 3 ditë. Dikush për neve tha, jo i pas ka 2 ditë. Tamam? Dallimi është 1 natë ose 1 ditë. Dikush thot ka dalë më herët, dikush thot ka dalë më vonë. Edhe fakti është kur del hana e re, domethënë shihet se është shumë pe i holl. Edhe natën e parë shihet shumë pak. Shumë pak kohë, nuk zgjat shumë. E natën e dytë, pastaj e tretën zgjat bashkë më shumë dhe shohin shumicë e njerëzve. Pra çka në natën e parë dalin njerëzit mas i qindije në shkëtir, ku s'ka drita, ku s'ka reflektora, ku s'ka pengesa, kthehen ka lindja dhe shohin presin lindjen e hanës re. Nëse del shfaqet hana e re para namazit të akşamit, ajo natë është nata e parë Ramazanit. Nëse nuk del hana para akşamit, po vonohet e del mas akşamit. Atëherë ajo natë është e Shabanit, edhe dita e nesërme është e muajit Shaban, henes nata e nesërme fillon nata e parë Ramazanit edhe fillojnë teravit. Hadithi i 8 tham, kanë dalë ata me pa hanën, dikush ka thonë i ka 3 ditë, dikush ka thonë 2 ditë. Thot e taku min Abbasin. E i tham, e kemi pa hanën, e dikush për neve për thot i ka 3 ditë, e dikush për neve thot i ka 2 ditë. E tha Ibn Abbasi, radiallahu anhu, kur e keni pa, tha, këtë ditë e kena pa. I tha Ibn Abbasi, radiallahu anhuma, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, inna Allaha maddahu li ru'yatin. Allahu ja ka zgjat momentin e shfaqjes hanës për ta pa. Se rinë pak, ama mjaftueshëm për ta pa ata që e marrin vesh këtë punë. Thot, andaj, nëse keni pa çaj natë është koha që ju e keni pa hanën e re. Në transmetimin tjetër qëndron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahu e ka zgjat shfaqjen e hanës derisa të shihet, e nëse nuk e shihni atë plotson e muajin Shaban 30 ditë. Do këto hadithe tregojnë se muslimani duhet me dalë me përcjell hanën e lëvizjen e hanës që me pa a ka dalë hanë e re apo jo. Agjerimi dhe bajrami bëhet duke pa hanën e re. Se në gjuhën arabe el kameru i thuhet hanës, ama hanës si planet, hanës si satelit i tokës, el kamer. Po kur është hana 15 i thuhet el bedr, hana 15. E kur është hana e re, sa ka fillu, gjuhën shqipe s'ka hana e re i thuhet. Gjuhën arabe i thuhet el hilal. Hilali, el hilal dhe dhët hana, kur të lexosh dikon gjuhën arabe, se wa tala al hilalu për shembull dhe u shfaq hilali, ti e din se hana e re. Edhe kur thoshti wa tala'atil badru, u shfaq bedri, ti e din se hana 15, hana e plot, rumullaki i plot. Dhe kur thoshti ra'aytul qamara, kam pa hanën, kamerin, e ki për qëllim hanën si sateliti i tokës. Që vetë gjuha arabe sa është në avantazh për gjuhëve tjera. Andaj këtu ky kapitull na jep me mësu që agjërimi, fillimi i agjërimit të Ramazanit dhe fillimi i bajramit ndodh me pamjen e hanës. Dhe se njerëzit secili punon sipas asaj që e shef hanën në vendin e vet. Sidomos në kalumen, ku njerëzit kanë mujt me u informu. Prej Damask e deri në Medinë duhet disa ditë me udhëtu për memrin, për para, kur kanë ecë me kuaj, me deve. E në kom mos flasim edhe ma shumë. Se prej Mekë në Medinë, ju është dash 2 javë me ecë në kom. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka bo hijretin edhe kur ka bo haxhin. Pra më ndo për Damaskut me muj. E tash ato musliman që kanë jetu në Damask,
S'kan mujt me prit, mi kallzu këta në Medinë kur e kanë po hanën, me thonë fillon edhe ju agjërimi se smrin. Po këta të Medinës e kanë këshirë për vete hanën. Të Mekës e kanë këshirë për vete. Të Damaskut e kanë këshirë për vete. Të Bagdadit e kanë këshirë për vete. Edhe se cili e këshirë hanën për vete. Kjo në të kalumen. Ama sot, kur ka teknologji, mjafton që hana qivet në një vend për botës islame, e si pas asaj parje të hanës, të agjërojnë këtë muslimantë. Mirë për kjo fatkeqësisht nuk pëndodhë. Edhe jo për arsye fetare, por ma tepër për arsye politike. Se shtetet muslimane të grindura me zvete, edhe në këtë çështje nuk pajtohen. Të na muslimant e Ballkanit përgjithësi, Turqia, Shtetet e Bashkimit Sovjetik, Republiket Islame në të ish Bashkimit Sovjetik dhe Ballkani, agjërimin e fillojnë me takvim. Do të thot me përllogaritje astronomike. I kanë ato do përllogaritje matematika dhe e parashojnë se çdo vjet kur fillon çdo muaj hijretit. Të kalumen këtë ulemat, pa përjashtim ka thonë kjo nuk ban, për para. Mirë për sot, ulemat bashkohor, edhe këta thënë që na duhet me pa hanën, edhe me shku me fillu Ramazanin me hanë, Bajramin me hanë, mirë po. Masi kjo s'po ndodh për këtë umetin. E çdo shtet po i nxjerr njerëzit me pa hanën dhe po gjykon ndryshe për shtetit tjetër. Dikush e shef hanën se tejntën është Ramazan, dikush e shef hanën se gjumon është Ramazan, edhe këtu ka mundësi me pas kësi dallimi, ama me dalë dikush me thonë shtunën është Ramazan, ka që dallim nuk ka. Së mund pas një ditë dallim, ama 2 ditë s'mundët. Për shkak se ka raste që ka pas dallime 2 ditë pej vendit në vend, atëherë ulemat bashkëkor kanë thonë çdo shtet le t'i përmbahet mënyrës së vet që ka zgjedh me fillu Ramazanin. Kush e shef me hanë, kjo është më e mira, le të vazhdon me shikimin e hanës, po këtë banorët e atij vendit le të agjërojnë atë ditë. E jo për shembull, supozojmë, Jordani qet komision me pa hanën. Edhe pamja e hanës në Jordan dallon prej pamjes hanës në Saudi, edhe pse Saudia dhe Jordani janë kufi. Atëherë me uqu djemt e ri musliman në Jordan, me thonë valla na spajtona me pamjen e hanës në Jordan, kena me agjëru me pamjen e hanës në Saudi. Çka i thënë ulemat atyve? Jo, gabim e keni. Jo, agjëroni me pamjen e hanës të shtetit tuaj. Boll janë përqa shtetet me zvete, mos i përqani dhe musliman me zvete. Po mirë, na i themi hoxhallarëve botës islame, të na se shofin hanën, të na dihet takvimi del fillim vitit, edhe na pin fillim vitit e dimi se me 23 mars, dita e njëjtë, është Ramazan. As nuk e shohim hanën, as nuk kemi ekip që kontrollon hanën, as çfarë bëjmë na? Ulemat krejt, ulemat e mëdhej, thojnë agjëroni me muslimanët. Kur thojnë musliman, paria muslimanëve ndesh e patën tamam, ndesh e kanë gabim. Ndesh e patën tamam, ndesh e patën gabim, ndaç e patën tamam, ndaç e patën gabim, agjëroni me musliman. Ku të agjëroni këtë, agjëroni edhe jo. Pse, po të bollë musliman po ndohen shtete me shtete, tamam punët ndohen edhe mrena. E të bëhet të llovi mes muslimanëve. Tu të na në Maqedoni, në Kosovë dhe në Shqipëri, fatkeqësisht çdo Ramazan kemi kësi lloj situatash dhe problemesh. Ku dikush për xhallarëve dhe për muslimanëve agjëron me pamjen e hanës së Saudi. Edhe na shkalon vendimin e agjërimit të ne me takvim. Edhe bëhet përplasje dhe përçarje mes muslimanëve. Në fillim të Ramazanit përçarja nuk është edhe shumë me pasoja, ama problemi kur ndodh, kur vjen Bajrami. Tash me konë që ti ki Bajram e ai ka Ramazan, ose ti ki Ramazan e ai ka Bajram, atëherë mund të bëhet lamsh puna. S'din kush të kush shkoje, me apo për hajt Bajramin, se dikush ka Bajram, dikush s'ka, dikush ka Ramazan, dikush s'ka. Edhe bëhet do thotë pisha qefi madh, a Bajrami është ditë gëzimi. Edhe andaj na mendojmë, edhe insistojmë, edhe kemi fol për çdo vjet, edhe kemi shkrujt, edhe kemi përcjell fatvat e ulemave. Se mendimi jon, edhe mendojmë se është mendimi më i saktë, edhe më i dobishëm, edhe
ka me na sjell khejr më të madh në dunjë edhe shpërblime më të mëdha te Allahu në ahiret, kështu e besojmë na. Për atë dhe foli, është që na të agjërojmë me muslimanët. Pa marrë parasysh se çfarë metode kanë zgjedhur ata me përcaktuar fillimin e Ramazanit, edhe fillimin e Bajramit. Pse? Sepse vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë as-sawmu yawma tasumun. Agjërim është atë ditë që agjëroni krejt ju. Wal fitru yawma tuftirun. Dhe Bajram është atë ditë që krejt ju e bëni Bajram. Andaj e ka nënvizu se agjërimi me besimtarët është një prej shenjave të fillimit të agjërimit. Kur ta vendosin shumica dërmuese e besimtarëve, atëherë edhe ti agjëron me ta. Dhe kur ta vendosin shumica dërmuese e besimtarëve se është Bajram, ti bën Bajram me ta. Mos u ndaj për tyre. E ky hadith është argumenti jonë. Dhe na mendojmë se ky hadith na mjafton neve para Allahut. Kur na pyetë neve Allahu i madhreshëm o xhallarëve, ju o xhallar i keni thonë xhamatit se hona Ramazani fillon me pamjen e honës. Ne themi po. Filan hadithi po. E po pse ju keni agjëruar me takvim jo me honë? Ne themi ja Rab, se të na kryesia e Bashkisë Islame, Bashkia Islame nuk e ka vlerësu se fillimi i Ramazanit duhet me qenë me pamjen e honës. Po ata kanë vlerësu se parashikimet astronomike dhe kalkulimet astronomike janë të sigurta edhe janë të përafërta me pamjen e honës dhe na mjaftojnë ne ato për me përcaktuar Ramazanin që në fillim të vitit. Edhe me ditë muslimanët kur e kanë Ramazan për me marr pushim ose për me ju përshtat Ramazanin me punët e veta. E para, e dyta, kemi lexuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se agjëroni kur të agjërojnë muslimanët. E masi Bashkia Islame të na e ka caktuar kështu, megjithëse na nuk pajtohemi me mënyrën që kanë caktuar ata, po ata kështu e kanë caktuar. Edhe shumica e muslimanëve agjeron me takim, edhe na agjërojmë me muslimanët. Edhe argumenti on para te jara po shkoi hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk kemi pa argument para Allahut të madhreshëm. Edhe plus të e pas parasysh se na dojmë që muslimanët mos përçahen mes vete, mjafton kjo argument i tretë me qenë që na më kap të gjithë bashkë për litarin e Allahut. Dhe me fillu agjërimin bashkë dhe me përfundu bashkë. Me u gëzu me hyjmin e Ramazanit këtë për një herë, edhe me u gëzu me ardhin e Bajramit këtë për një herë, e jo më u bë lamsh e të llovi kjo punë.